Tajnë të thirrën në takim urgjent përfaqësuesit serb në institucionet shtetërore të Bosnjë-Hercegovinës. Presidenti i Republikës Serbe të këtij shteti Milorad Dodik thotë se ka një plan të errët për të ardhmen e shtetit ballkanik multietnik. Dodik, për të cilin bashkë me dy zyrtarë të lartë të Republikës Srpskës nga mërkura ka urdhër arrest nga prokuroria në Sarajev për shkak të dyshimit se kanë kryer sulm mbi rendin kushtetues të Bosnjës, sërish e tha që as në mendje nuk e kanë të dorëzohen. Gjithë kjo tregon se Bosnjë e Hercegovina është e panevojshme dhe sa jo të paktën duhet të ridizajnohet. Nëse dikush do, nëse jo, atëherë në kuadër të ujdisë së Daytonit, do ta dimë se si ta mbrojmë pozicionin tonë sipas kësaj marrëveshjeje. Ndryshe, Tramnet Marsi shënoi ditën e dytë të diskutimit në parlamentin e entitetit të RS-s në Banja Luka për kushtetutën e re të kësaj pjese të Bosnjës. Ky dokument që opozita thotë se nuk do ta votojnë, e bën Republika Srpska shtet në vete dhe përbën një nga kërcënimet më serioze të ekzistencës së shtetit që ka për kryeqytet Sarajevën. Më 26 shkurt, gjykata shtetërore e Bosnjës në shkallën e parë dënoi Dodikun me 1 vit burgim dhe 6 vjet ndalesë të ushtrimit të detyrës së presidentit. Politikani nacionalist u dënua për mos respektim të vendimeve të përfaqësuesit të lartë të Bashkësisë Ndërkombëtare, diplomatit gjerman Christian Schmidt.